Kur portalet kapin fundin dhe bën kasap të reputacionit, viktim nuk mbetet vetëm një individ apo një institucion, viktim mbetet vetë shoqëria. Këtë fundjavë, një pjesë e portaleve dhe faqeve anonime kapën fundin duke përhapur pretendimin monstruoz se kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës Flamur Golemi dhe 18 punonjës të institucionit ishin të infektuar me HIV/AIDS. Vetë Bashkia e Gjirokastrës i hodhi poshtë këto pretendime si tërësisht të pavërteta, të sajuara dhe pas një bazë faktike apo reale. Përdorimi i sëmundjes, frikës dhe stigmës si armë politike nuk është thjesht një akt dezinformimi, por një veprim i rënd i papërgjegjshëm dhe i rrezikshëm që synon të dëmtojë figurën e institucionit, dinjitetin e punonjësve, të përhap panikë dhe mbi të gjitha të armiqësojë qytetarët me institucionin dhe me njëri tjetrin. Dhe le ta themi troç, nuk është rasti i parë. Prej vitesh politika dhe megafonët e saj kanë kthyer baltën në industri. Herë me insinuata për skandale seksuale, herë me akuza për drogë, korrupsion, dhunë ndaj grave, nënave, motrave apo partnereve, herë me histori të sajuara që synojnë të poshtrojnë, jo të vërtetojnë. Sa më e ulët goditja, aq më i madh klikimi, sa më e neveritshme shpifja, aq më i zhurmshëm përdorimi i saj politik. Kjo nuk është betejë idesh, është një kanibalizëm politik. Por ky është një rast i paprecedent pasi ata që gatuan këtë çorbë përfshin 3 element: shëndetin, dinjitetin njerëzor dhe stigmën sociale. Të përdorësh HIV/AIDS-in si material për linçimin publik është dy fishe ndyrë. Së pari sepse sulmon njerëz konkret me një akuzë të pavërtet, së dyti saboton dhe hedh në erë të gjitha marrëdhëniet sociale, institucionale dhe njerëzore, duke bërë që njerëzit të mos besojnë më asgjë, të dyshojnë për gjithçka, fëmijët e nënat, burrat e gratë, gratë e burrat, nënat e baballarët tek fëmijët e tyre. 400 punonjës të administratës të trajtojnë si lebrozët mesjetar, si pervers, duke dëmtuar në mënyrë sizmike dhe permanente çdo marrëdhënie të tyre me pjesën tjetër të qytetit, përjetësisht. Kjo është fitoria më e madhe e propagandës, jo kur bind, por kur rënon jetë dhe standarde. Pasojat shoqërore janë të qarta. Një shoqëri që mësohet të konsumojë poshtërim si lajm bëhet më cinike, më ashpër dhe çnjerëzore. Fëmijët dhe të rinjt të rriten duke parë se si karakteri vritet për klikime dhe si krijohen përbindshja për agenda politike, si dinjiteti shkelet për trafik dhe se si shpifja shitet si lajmi i fundit. Kur një institucion detyrohet të dalë të mohojë një trillim të tillë absurd, energjia publike largohet nga problemet reale dhe futet në batakun e krizave të fabrikuara. Bashkia ka kërkuar nisjen e hetimeve, duke theksuar se përhapja e informatave të rreme që synojnë të krijojnë panik përbën vepër penale sipas nenit 267 të Kodit Penal. Kjo do të thotë se çështja nuk është vetëm morale dhe profesionale, ajo prek drejt për drejt rendin publik, besimin e qytetarëve dhe funksionimin normal të jetës institucionale. Prandaj kjo histori nuk duhet të mbyllur me një status, me një mohim rutin apo me një val tjetër komentesh në rrjet. Duhet të ketë përgjegjësi ligjore, profesionale dhe publike. Ata që sajojnë, publikojnë dhe shumë fishojnë një lum të tillë nuk mund të fshihen pas justifikimit banal, kështu po qarkullonte. Jo, dikush e shkroi, dikush e publikoi, dikush e shpërndau me vetdije dhe secili që ka pjesën e vet në këtë kalbëzim duhet të vuajë pasojat ligjore dhe financiare. Sepse kur portalet bën kasap të reputacionit, viktim nuk mbetet vetëm një individ apo një institucion, viktim mbetet vetë shoqëria.